Ne e cekëm pak më herët, por si e shihni ju rolin e Europës në përpjekjet për paqen? Liderët europian përshëndesin progresin, por nga ana tjetër kanë vendosur vija të kuqe për marrëveshjen dhe kanë kërkuar përfshirje në çdo ujdi. Moska akuzon BE-n se po pengon procesin e paqes. Si e shihni ju? Që Moska akuzon, ajo është e pritshme dhe pjesë e propagandës së tyre. Mendoj se kjo është çështje esenciale për sigurinë e Evropës dhe për sigurinë edhe të ardhmen e shumë gjeneratave të ardhshme që do vinë, kështu që në një situatë kur vendosen ndoshta themelet e një rendi të ri për 50 apo 100 vite të ardhshme, nuk po supozoj, atëherë Evropa nuk mund të qëndroj indiferente dhe të thotë që ne kjo nuk është çështje që nuk na përket neve, fundja na përket jashtëzakonisht shumë, sidomos shteteve që janë në kufi me Ukrainën, por edhe Gjermania, edhe Franca. Kështu që në këtë drejtim evropianët me të drejtë kanë kërkuar një pjesë ose një disa karrige në këtë tavolinën e madhe ku po negociohet fati i Ukrainës. Siç e thatë dhe ju, Europa nuk mund të qëndrojë indiferente, fati i Ukrainës sigurisht lidhet ngushtë me fatin e sigurisë europiane, teksa po shohim vazhdimisht se lufta ka tendencën për t'i kaluar kufit. Dronë rus kanë vijuar të shkelin hapësirën ajrore të NATO-s, duke alarmuar shtete si Polonia, Rumania e të tjera. A mendoni se Europa është e kërcënuar aktualisht nga Rusia? Nuk besoj që është direkt e kërcënuar, por ka vazhdimisht provokime të palës ruse. Kjo ka të bëjë edhe me shkaktimin e pasigurisë në mesin e popullsisë, në ngritjen e tensioneve, shkaktimin e panikut në shoqëritë perëndimore. Shoqëritë perëndimore nuk kanë përjetuar luftë në 70 vitet e fundit dhe situash janë rritur 2-3 gjenerata të cilat nuk e kanë përvojën e luftës, nuk e dinë çfarë është kërcënimi ekzistencial. Dhe rrjedhimisht edhe gatishmëria për të rrokur armët e për të mbrojtur vendin nuk është edhe shumë e theksuar në shumë vende. Kështu që kjo është qëllimi i Rusisë, por Rusia ka bërë këtë vazhdimisht, domethënë në të kaluarën e ka bërë duke helmuar kundërshtar politik që kanë kërkuar azil në perëndim, e ka bërë duke kryer vrasje ndaj njerëzve nga Rusia apo nga republikat ish sovjetike të cilët kanë ikur në perëndim dhe të cilët Rusia i ka akuzuar se janë terroristë ose ku diun. Për shembull në Berlin, në qendër të Berlinit ka ndodhur një vrasje e tillë nga shërbimi sekret rus. Mandej ka pas vazhdimisht sulme kibernetike, domethënë është sulmuar parlamenti gjerman, është sulmuar madje zyra e kancelarës Merkel në atë kohë, zyra e deputetës, sepse ajo njëkohësisht ka pas edhe një zyrë si deputete në parlamentin gjerman. Kështu që lufta hibride ruse nuk ka përfunduar asnjëherë dhe tani vetëm është intensifikuar me dron me qëllim të shkaktimit të tensioneve dhe të panikut brenda shoqërisë perëndimore. Përballë kërcënimeve të vazhdueshme në këtë realitet të ri, po shohim se sa shpejt po ndryshon arkitektura e sigurisë në kontinentin ton. Kemi një garë armatimesh në Europë dhe Ballkan me Gjermaninë që synon të bëhet superfuqia ushtarake e BE-s. A është kjo një domosdoshmëri në opinionin tuaj dhe çfarë do të thotë për balancat në Bashkimin Evropian? Mendoj që evropianët nuk mund të jetojnë nga ajo dividenda e paqes që kanë pasur në 70 vitet e fundit, që ka përfundimi i luftës së dytë botërore, kur vazhdimisht kur ka eskaluar ndonjë situatë janë mbështetur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një moment ndoshta i zgjimit të evropianëve dhe po bëhen disa përpjekje, por nuk janë edhe aq të mëdha, ju them të drejtën. Në Gjermani është ndryshuar ligji për rekrutimin e ushtarëve, por një sistem i përzier, së pari do të ketë një kontroll mjekësor të gjithë kandidatëve të mundshëm, pastaj do të ketë si një lloj loterie, nëse nuk ka mjaft ushtar, pastaj shteti do të mendoj për t'i rekrutuar dhe për t'i marrë, si thua, me detyrim njerëzit në ushtëri, por në të njëjtën kohë ka një mobilizim të këtyre qarqeve pacifiste, të cilët thonë që është e drejtë kushtetuese e çdo gjermani që të refuzoj luftën dhe të marrë pjesë në luftë edhe në mbrojtjen e atë dheut. Dhe më duk mjaft interesante që sot po dëgjoja një kronik në radion publike gjermane dhe po diskutonin për modelin e ri të shërbimit në ushtrinë gjermane dhe pyesin edhe të rinj se cilat janë qëndrimet e tyre, duan të angazhohen në ushtri.
Dhe mes shumë të rinjve, njëri ishte një shqiptar pa pasaport gjermane, i cili bëri pyetje dhe tha, unë jam një djalë nga Shqipëria dhe jetoj në Gjermani.